Shisnin ilaçe të kontrabanduar, arrestohen 4 administrator farmacie në Fier, në kuadër të operacionit të koduar medicinë, pas disa muaj shetime nga seksioni për hetimin e krimeve ekonomike financiare në bashkëpunim me prokurorin. Policia ka finalizuar këtë operacion duke goditur një rrjet kontrabande të ilaçeve në Fier. Sipas uniformave blu, janë arrestuar në flagrancë 4 administrator farmacie: SHY 65 vjeç, AX 59 vjeç, PB 36 vjeç dhe TP 35 vjeç. Gjithashtu është proceduar në gjendje të lirë shtetësja TA 53 vjeç. Gjatë kontrolleve të ushtruara në farmaci dhe banesat e tyre, u sekuestruan ilaçe të kontrabanduara me një vlerë prej rreth 800.000 lekë. Barnat rezultuan papullën fiskale të Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, duke konfirmuar shkeljen e ligjit për tregtimin e produkteve farmaceutike. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier për vijimin e veprimeve ligjore ndaj të ndaluarve.